Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Sonte pranë jush do të vi me një histori, me një sakrificë. Unë kam thënë në të gjitha rrëfimet e mia që nënat shqiptare kanë treguar që janë heroina, kanë treguar që janë të veçanta në format e tyre. Dhe historia që do të ndaj sonte bëhet fjalë për djalin e 7 të një nëne. Një djalë që nuk e bëri nga barku, por i afali jeta, i afali Zoti këtë djalë. Dhe sot këtë djalë e marton me shumë krenari. Ajo në radhitje e ka vënë të 7-in, por ai nuk është i 7-i. Por gjithsesi, unë dua të ndaj letrën që ajo ka shkruar në redaksin time në këtë ditë kaq të bukur për t'i thënë disa fjalë të birit të saj dhe për ta patur një kujtim. Quhem Elvira dhe jam nga qyteti i bukur i Tiranës. Sot shtëpia ime është e mbushur me zëra, me muzikë, me njerëz që qeshin e urrojnë nga shpirti. Sot po martoj djalin tim të 7, por ky djalë nuk lindi nga barku im. Ky djalë lindi nga dhimbja, nga humbja, nga amaneti i një motre që nuk jeton më. Kam sjell në jetë 6 djem. 6 herë kam qarë nga dhimbja e lindjes. 6 herë kam falenderuar Zotin që më dha forcën që unë t'i rrisi. Jeta ime ka qenë gjithmonë e mbushur me zëra djemsh, me pantallona të grisura, me zhurmë, me halle, por edhe me krenari. Të rrisësh djem nuk është e lehtë, sidomos në një familje të thjeshtë ku çdo gjë fitohet me djers. Më pëlqen në fakt ky mesazh që e ka lënë, ku në çdo familje të thjeshtë, ku çdo gjë fitohet me djers, sot të rrisësh djem. Kur linda djalin e 6, mjekja më tha: "Mjaft më, trupit tënd tashmë i duhet pushim." Edhe unë mendova se cikli im ishte mbyllur në këtë mes. Edhe i thash vetes: Zoti i madh më dha aq sa unë mundesha të përballoj. Le ta jetoj jetën tani, le t'i rris këta të 6 fëmijë. Por Zoti kishte plane të tjera. Kunata ime, motra e burrit tim, ishte si motër për mua. Ishim rritur pothuajse bashkë të dyja. Kishim ndar halle, gëzime, lot. Ajo kishte vetëm një djalë që ishte në moshë me djalin tim të 4. Djali ishte me sy të mëdhenj edhe me një buzëqeshje që realisht të shkrinte shpirtin edhe zemrën. Sa herë vinte në shtëpinë time, fëmijët e mi e përqafonin si të ishte i tyre. Në thelbe thërisnin vlla, djalin tim. Një ditë jeta u thye në mes. Një aksident, një telefonat në mes të natës, një britmë që nuk do të haroj kur në shpirt. Kunata ime nuk ja doli më. U nda nga jeta edhe la pas një fëmijë që kërkonte nënën e tij me zë të dridhur. Atë ditë varrimi ai më kapi fort për fustani edhe më tha: "Të dua shumë, mos më lër vetëm." Aty mu ndal krejtësisht fryma ime. Familja u mblodh e u fol shumë në familjen time. Kishte mendime, kishte zëra, kishte frikë. Si do ta rrisësh një fëmijë më shumë? Ke 6 djem,
ku do ta gjesh këtë forcën e madhe për ta arritur këtë fëmijë? Nuk është i yti, më thonte familja ime, non stop. Por zemra ime nuk pyeti askënd. Atë natë ula pranë krevatit të tij, e pash si flinte, me lotët e tharë në faqe, vendosa dorën mbi ballin e tij dhe i bëra një betim Zotit të madh. Nëse ti ma ke sjell këtë fëmijë në derë, unë do të arris krejtësisht si ti mbirë, do të arris më mirë se djemtë të mi. Që nga ajo ditë, ai u bë djali im i shtatë. Nuk ishte e lehtë, kishte net kur qante për nënën e tij, kishte ditë kur më thoshte ti nuk je mami im, dhe zemra më coptohej, por unë nuk u dorëzova asnjëherë. I thoja, ke të drejtë, por unë do të jem këtu gjithmonë me ty. Me kalimin e viteve, filloi të më thriste, mama, jo sepse unë e detyrova, por sepse zemra e tij e ndjeu ta bënte këtë gjën. Vëllezërit e tij e mbrojtën gjithmonë, e morën nën krah, e mësuan si të bëhej burr, si të mos kishte frikën nga jeta. Dhe shtëpia jon ishte e varfër, por e pasur me shumë dashuri. Sakrificat ishin të panumërta, kishte ditë që haja unë më pak, që fëmijët të kishin më shumë, kishte net pa gjumë, punë pa fund, lot që nuk i pa asnjë njeri, por sa herë shihja atë djalë që të buzëqeshte, më dukej sikur kunata ime më falenderonte nga qielli i lartë. Kur u rit, erdhi dita që më tha, mama, dua të martohem. Nuk e di pse, por në atë moment unë shpërtheva në lot. Mu duk sikur e gjithë jeta ime kaloi para syve. Nga i fëmijë, jetim, tek burri që po ndërtonte familjen e tij. Sot teksa e shoh të veshur dhëndër, më dridhen duart. Askush nuk e dallon që ai nuk është birim biologjik, sepse dashuria nuk ka nevojë për një gjak. Para se të dal nga shtëpia, më afrohet, më pudh dorën edhe më thot, nëse nuk do të ishe ti, unë nuk do të isha ky që jam sot. Atë çast e ndjeva se Zoti më shpërbleu, jo me pasuri, jo me lavdi, por me paqe në zemër. Sot, pas 6 djemve, Zoti më solli të 7-in, dhe sot me ballin lart, po e martoj, sepse nën nuk të bën barku. Nën të bën shpirti. Unë nga zemra ju uroj të gjitha të mirat dhe shpresoj që Zoti të sjellë mbarsinë ashtu siç e pas ke këtë zemër.